Kalon përshtypje ky ndryshimi i diskursit të vetëvendosjes në këto zgjedhje? Është evonuar, është mashtrim, ose më thëmë mashtrim i radhës kur këta, sepse ne i kemi provuar edhe në Kuvend, domethënë sa herë që e kanë pas një zër të madh, domethënë gjua atyne ka qenë e butës, ose sjellja atyne, ose domethënë disa përshëndetje që të bëheshin edhe çuditësh domethënë nga këta njerëz se si ndronin, dhe në fundin ju e keni pa edhe kur ishte kjo blokada. Për shembull, kur vinin në seancë kuvendore, vinin me lavdata për Ligën Demokratike të Kosovës. Kur hinin brenda, fillonin të lëshonin fjalë, ku delshin jashtë të ishin këta janë tralltarjen me Serbi, domethënë është e njëjta logjik. Unë mendoj që nuk duhet ju besohet këtij ndryshim kursi në kohë zgjedhore fushate, nëse pastaj ka një atë që thash fillim, ka një pjekuri politike ose ka një mësim nga kjo e keqe që i kanë bërë Kosovës, atëherë duhet ketë reflektim edhe nga ana e tyre.